Në ditën botërore të luftës kundër HIV/AIDS, mikët infeksionistë kujtojnë se para ndalimit, testimit dhe trajtimit shpëtojnë një jetë. Mika infeksioniste në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë, Esmeralda Meta, u shpreh se HIV nuk është një dënim dhe menaxhohet me sukses kur diagnostikohet herë dhe trajtohet rregullisht. Është një ndër sindromat madhore infektive që po bën mbi 3 dekada tek ne. Është ndër sëmundjet me peshë, qoftë mjekësore, qoftë sociale, qoftë familjare, madhore. Sipas mjekës, mesazhi më i rëndësishëm në këtë ditë është testi screening i moshave të reja dhe grupeve në risk. Bimin tonë trajtojnë adultët, grup mosha mbi 14 vjeç. Ajo që ne vëmë re është që është popullata aktive më shumë predominuese me këtë sindrom. Është sëmundje që nuk prek një individ, nuk prek partner, nuk prek një familje. Mesazhi i rëndësishëm është testimi, screeningi i moshave të reja dhe i grupeve në risk. Që do të thotë, ofrimi i testimit të HIV-it në Shqipëri është kudo. Duke folur mbi statistikat e të prekurve nga kjo sindrom, Meta tha se Shqipëria ndodhet në të njëjtat raporte si vendet e rajonit. Ndodhet në të njëjtat raporte si në vendet e rajonit kur i referohem Maqedonisë, Kroacisë, Slovenisë, vendeve të Ballkanit. Predominojnë në dhe i meshkujve më shumë se sa i femrave. Atëherë dhe grupet në risk depistimi. Deri tani ende nuk ka një vaksinë që ta parandalojë. Ajo që ne kemi në dorë është konsultimi me mjekët specialist për profilaksinë para ose pas ekspozimit.